Maqedonësi, të cilin e kemi dhe unë kam pasur mundësi ligjore tjetër, përveç se të njëjtit të angazhojnë pasi që ka marrë aktgjykimin dhe pasi që gjithçka ka përfunduar në gjykatën e shkallës parë. Ai ka sqaruar shumë çështje të cilat unë pas pak minutash apo kur vije kohë do të bëj elaborimi do ta sqaroj vetëm shkurtimisht. Ajo që është risi dhe që nuk e keni ajo që është risi dhe që nuk e keni, do të nuk e ka askush deri më tani përveç prokuroria themelore në Prishtinë, unë kam paraqitur një kallëzim penal kundër pronarit të hotelit Sonoma dhe zotit Ibrahim Seçili dhe kundër djalit të tij, jo që është djali i tij, por që është menaxher i hotelit Sonoma me adresën e njëjtë ku ka ndodhur rasti tragjik, do të fushkësohet rruga Nën Tereza numër 34. Unë po ja dozoj këtë, meqense ju nuk e keni, në këtë kallëzim penal, i njëjti është dërguar prokurorisë themelore në Prishtinë me 9/6/26, departamenti të Fëmijëve Franda dhe direkt e kam adresuar tek prokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë. Po ta të qenë se është çështje tjetër kjo. Ne kemi objekt shpërndimi. Veç për javë si asjeri prokuroria. Po ju veç që keni si pjesë Ju na jepni besim njoftim. Besim njoftim, që keni. Kjo është veç për njoftim për ju, sepse kjo është adresuar për prokurorisë, dhe tash prej këtij momenti bëhet pjesë e shkencave të javës. Që me di që ekziston edhe një kallëzim penal, ku i kemi identifikuar si persona përgjegjës për 4 vepra penale, për të pronarin e hotelit Sonoma dhe menaxherin e hotelit Sonoma. Besoj që ato 4 vepra penale për të cilat kemi dritur kallëzim penal. Ata kyçemi direkt në çështjen tonë. Po kjo është personale dhe besoj po pjesa ankesës e kjo është risi, është shumë shumë zgjallë, po pas parasysh që një vajzë e re ka vdekur edhe një person fatkeqësisht është dënuar, besoj që duhet të pas mirësinë të gjithë disa momente, disa minuta. Rregullisht aty ku ke paraqit ankesë edhe ku fillojnë në çështjen e aktgjykimit shkollës parë. Sa i përket kallëzimit penal, na njoftuar lidhur me kallëzimin penal dhe paraqitjen e 4 veprave penale, që do të shqyrton prokurori i prokurorisë themelore. Tani na fokusohemi në çështjen e Po përveçaru për një minutë, sigurisht që kjo është drejtuar prokurorisë, jo juve, po prej këtij momenti son kam mujt me vepru ndryshe, po mujt momentin që ka marrë njoftimin me numër të plantës, një adresuar për shkrimorës të gjykatës apelit, edhe këshin efekti njëjtë. Por unë kam menduar që ja sqaruar shkurtimisht do të kallëzimi penal. Është tash pjesë e kësaj lante që ju vendosni. Do të edhe nuk e elaboroj gjatë çka thonë kallëzim penal, meqense shumica e provave janë faktikisht në ankesën për cilën jemi interesat. Kallëzimi penal është për shkak se ne konsiderojmë që përgjegjës për ngjarjen për cilën jemi këtu, e cila ngjarje ka qenë fatkeqe, ka qenë një vajzë e re e Argjentinës së moshës 27 vjeçare. Nuk ka qenë për shkak të frimeve të endritnikës, por ka qenë për shkak se ka qenë krejtësisht në kundërshtim me dispozitat ligjore ky objekt i cili është faktikisht në ditën e sotme objekt banesor. Edhe ky nuk ka qenë kur hotel. Për këtë arsye është shumë e çuditshme. Qysh prokuroria e shtetit, e cila i ka në dispozicion me qindra hetues, nuk ka qenë në gjendje që fillimisht, siç e kam siguruar për brenda një vite, ta bëjmë kërkesë tek kryetari i komunës në Fushë Kosovë, edhe tek drejtori i drejtorisë përkallëse, të cilët brenda një vite janë përgjegjë dhe kanë vërtetuar prej elaboratit që ky objekt, veç hotel nuk është. Ky objekt ka filluar ndërtim pa leje, do të thotë diku janë rreth 6000 metra katror. Vitin 2011 dhe ky objekt kur nuk ka qenë legalizuar, ky objekt është legalizuar faktikisht një vit e gjys, pasi që Klara fatkeqësisht ka vdekur duke rënë nga një objekt i cili nuk është hotel. Dhe arsyeja e vdekjes së Klarës nuk është pjesë, ky nuk është fajtor. Fajtor është drejtori, respektivisht pronari i hotelit, për shkak se hoteli nuk është shtëpi, sepse edhe kur ndërton shtëpi, duhet të pas parametra teknik. Mirë po për këtë hotel, do të thotë që është më tepër se 8 katë,
Edhe kur mysafirët shkojnë aty dhe bojnë pagesa, siç ka bërë pagesa Endritnika për 3 net, edhe kur fatkeqësisht për shkak të ndërtimit krejtësisht me kundërshtim me rregullat e ndërtimit, vjen faktikisht dritare me gjithë kornin, nga fati 6 është fatkeqësi të cilën duhet një ambet vetëm pronarit të hotelit edhe vetëm ati që e ka menaxhu. Do të thotë deri në ditën e sotme, respektivisht, deri kur ju e keni marrë këtë ankesë, askush prej sistemit juridik Kosovë nuk i ka ditë se s'ka dashur me ditë që ky është objekt banesor. As ditën e sotme, edhe pse është legalizuar, më tepër se një vit e gjysmë, do të thotë është legalizuar saktësisht. Me 28 tetor viti 2024, ky është legalizuar si objekt banesor. Edhe për javë dërgoj edhe si e ke. Për me pa do të thotë banim me shumë njësi, kur s'ka qenë problem. Kur personat e caktuar që bojnë pankejë, bojnë pagesë, bojnë jetë sigurisht, që ne shkojmë për arsye të ndryshme në hotel, në hotele. Mirë, po kur ajo është objekt i banimit, edhe kur nuk kemi asnjë dokumentacion se si është ndërtuar kjo fasadë, e cila fasadë e xhamit duhet ta zëvendësoj murin, do të thotë kjo është një çështje katastrofale.